Mirdita, të dashur qytetar, ju që ndoq sot monologën e mashtimit të zdjelës apo trillimet e javës, pa se si Edi Rama u përpoq me çdo kusht përsëri të bëj avokatin e Lubi Ballukut, madje tha se kjo çështje është e mbyllur. E vërteta është se çështja Balluku nuk mbyllet kurrë. Dhe se çështja Balluku është vetëm çështja Rama, dhe ajo mbyllet vetëm me largimin e Edi Ramës. Çështja Balluku është bërë një çështje ndërkombëtare, dhe Edi Rama nuk mund ta mbyllë atë me një grusht hajdutsh në parlamentin e tij. Edi Rama vetë demaskoi veten në këtë çështje dhe dëshmoi se ai është autori i të gjitha veprave penale të Lubi Ballukut. Përveç kësaj, foli gjatë për portin e Durrësit, vjedhjen më të madhe që u bëhet shqiptarëve në historinë e tyre. Ai foli se porti i tij, i Porto Romanos, do të jetë porti korridorit 8 më i madh në rajon. Në fakt, ky është mashtrimi më i madh i ditës, sepse porti që ai ka planifikuar në Porto Romano është porti të paktën 8 herë më i vogël në disa dimensione me portin aktual të Durrësit dhe është mbi 15 herë më i vogël se sa porti i Selanikut, sipas emailit që ai ka marrë nga dhoma e tregtisë amerikane. Është 10 herë më i vogël se sa porti i Pireut. Pra porti i vogël i Porto Romanos, me të cilin ai kërkon të zëvendësoj portin e madh të Durrësit të shqiptarëve, portin mijëravjeçar të shqiptarëve, nuk është gjë tjetër vetëm mashtrimi i tmerrshëm për të vazhduar ndërtimin e Dubait të 1001 netëve të tij, parajsës në të cilën ai vetë përfiton miliarda dollar dhe bashkë me klanet e drogës për rreth tij. Çmimi i naftës ishte një trillim tjetër madhor që bëri sot në ekspozen e tij. Naftën, të dashur qytetar, për të kuptuar se çfarë ndodh me naftën, gjithnjë keni parasysh çmimet e 2 vendeve përreth. Çmimin e naftës në Kosovë dhe në Maqedoni, të cilat janë të paktën 70% më të ulta se sa në Shqipëri. Është vërtet që lufta në lidhjen e mesme dhe gjirin persik rrit çmimin e naftës, por e vërteta është se kjo rritje nuk përjashtohen Kosova dhe Maqedonia. Kështu që faktori më kryesor i çmimit stratosferik të naftës në Shqipëri është vetë Edi Rama. Në çdo litër naftë që ju blini, keni taksën në më të lartat në botë, 1.1 euro për litër, dhe kjo është taksa Rama. Ndaj dhe çmimin e naftës, ju lutem konsideroni si çmimin Rama. Nuk mund të ketë ulje të çmimit të naftës duke mbajtur këtë çmim 2 herë më të lartë se sa Maqedonia dhe Kosova. Ndaj dhe të bashkohemi për këto arsye, të japim përgjigje përfundimtare me datën 22 mars, që shqiptarët dhe botat të mësojnë se ne nuk pajtohemi kurrë me këtë kryehajdut, me këtë individ, me këtë qeveritar që nuk ka standard normas moral.